Thuhet se njeriu jashtë atmosferës së tokës mund të komunikojë me telepati. Sonte do t'ju tregoj disa fakte shumë të rëndësishme të astronautëve se çfarë ndodh jashtë orbite. Janë fakte që i gjeni, por unë doja që ta diskutoja me ju, sepse ndonjëherë duhet kuptuar që në çfarë dimensioni jetojmë dhe ndoshta mënyra se si na i kanë mësuar këtë jetën ne që është një sprovë, ne mendojmë që çdo gjë që na thuhet është e vërtetë. Ndiqeni me vëmendje dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende bëni like faqes dhe videos që shihemi sërish dhe ju falenderoj që jeni për bashkë. Në vitin 1971 në misionin Apollo 14, Edgar Mitchell, që ishte një nga këta astronautët, tentoi të bënte diçka jashtë rregullave. Pse tentoi këtë? Sepse sipas gjasave le ta marrim që kanë qenë në hënë dhe ta marrim që kanë qenë jashtë orbite, por jo në hënë. Dëgjoni me kujdes. Atëherë, ata në vitin 1969 mendohet që kanë qenë jashtë orbite. Dhe dikush thotë që kanë qenë në hënë etj. Mirë po, ne do marrim të qenurit jashtë orbite. Pse? Sepse në vitin 1969, kur ata dolën jashtë orbite, hasën në disa mistere që i kishin hasur edhe rusët, që do t'u them pas pak. Zëra ose tinguj të çuditshëm ose muzikë të çuditshme në hapësirë. Madje edhe kinezët në vitin 2020 ndodhi e njëjta gjë. Tani po ju tregoj. Atëherë, Mitchell kishte një mision që duhet të bënte sipas rregullave të NASA-s. Mirë po ai doli jashtë misioni sepse duke ditur më përpara që kishte ndodhur një fakt i tillë, dëgjoni me vëmendje, pastaj vendosni ju. Duke ditur që ndodhi një fakt i tillë dhe ja tregoni shokut të disa çudirave pra në hapësirë të zërave, tingujve, disa dëgjonin edhe zërin e gruas së tij, dëgjoi dikush edhe zërin e fëmijës së tij, pra në orbit. Nuk dihet se si. Nuk askush, të gjitha janë hipoteza, askush nuk di se çfarë ndodh. Dhe këtë e thot një nga shkencëtarët më të mëdhenj rus që do t'ja u them pas pak. Në kohën që ai ishte në orbit, bëri diçka. Teksa ishin në një moment pauze, që nuk kishin komunikime, ai bëri diçka. Me anë të mendimit, pra Edgar Mitchell, me anë të mendimit dëshironte që të dërgonte disa mesazhe. Dhe dërgoi 16 mesazhe të 16 njerëzve të ndryshëm. Dëgjoni me vëmendje. Dikush thot një numër tjetër, dikush thot një numër tjetër, unë atë që gjeta më logjike ishte 16 njerëz. Pse? Sepse mes familjarëve, shokëve, miqve etj. Pra jo në NASA. Dhe çuditërisht, në të 16 mesazhe që ai dërgoi me anë të mendimit, jo me kompjuter, jo me telefon, jo me kodin Morse, me asgjë, vetëm me forcën e mendjes, merreni me mend. Në 80% të këtyre, ai gjeti përgjigjen e çdo njërit nga ata. Pra përgjigjen e një pyetje që bëri. Është e vërtetë kjo? Tjetra, ajo që duhet të dini, ai duke diskutuar me shokët e tij, i thanë që edhe ata kishin dëgjuar zëra dhe kishin dëgjuar muzikë. Mirë po, kur shkuan që të bënin mbledhjen, i paralajmëruan, përpara se të shkonin, i thanë kujdesin që mos dilni jashtë rregullave. Dhe ata nuk thanë asgjë. Ç'është e vërteta, ne nuk dimë nëse kanë qenë ose jo, ne nuk dimë ku shkon jashtë orbite nëse është e vërtetë që dëgjohet zëra apo jo, por tani unë do t'ju them edhe dy versione të tjera. Dhe njëri ishte një është shkencëtar i San Pietroburgut, pra është një biolog, quhet Kiril Butusov, një gjë e tillë. Dhe Kirili është një me mjekër të bardha, nëse keni parë, me flokë të bardha, dhe ai ka treguar diçka në misionet që janë bërë gjatë viteve 70 deri në fund të viteve 90. Ai tregon që të gjithë astronautët, që të gjithë komplet, të gjithë astronautët, që mos gaboj kanë qenë rreth 50, 48 duket, që të gjithë astronautët thonë që kanë dëgjuar tinguj, kanë dëgjuar zëra në orbit. Por, ajo që është akoma më e rëndësishme, disa prej tyre kanë komunikuar mes njëri tjetrit, e thot Kirill,
Kivli Butusov, nuk e them unë vetëm ja u përcjell. Ka ndodhur ai gjën e parë që thot mirë, ka ndodhur thot anomali dhe fenomene të çuditshme që ne nuk mund t'i shpjegojmë dot shkencërisht, thot Butusov. Dhe ishte ai shkencëtari që gjendej poshtë, pra gjendej aty ku beshin testet. Dhe ai thot që të gjithët kishin këto halucinacione ose fenomenet misterioze, por shumë prej tyre, disa prej tyre komunikuan me telepati. Pra është hera e dytë që po ju them që e tregojnë rusët, tani këto janë ato që thot Butusov, nuk besoj që ky, duke qenë edhe një shkencëtar i San Pietroburgut rus, nuk besoj që thot dokra. Sepse, dikush nga ju thot Amerikanë nga tregojnë budallëqe, ky nga i tregon dhe ky budallëqe, por prisni, sepse keni edhe kinezët. Në vitin 2020 ishte misioni tjetër që shkojnë, që tregohet që kanë shkuar kinezët dhe dolën jashtë orbite. Gjatë momenteve të jashtë orbite, 2 nga astronautët e dhanë në drejt për drejt, e gjeni këtë, është një video drejt për drejt, ku ata thonë që i dëgjoni ju këto zëra, i dëgjoni ju këto tinguj, drejt për drejt. Dhe edhe kinezët, me me aparaturët që kemi sot, me teknologji që kemi sot, ne edhe duke qenë një mision që ishte i drejt për drejt, një pjesë e misionit, jo gjithë misionin e kishin drejt për drejt, por duke qenë drejt për drejt, e keni një video që e kanë të shkëputur, unë kam bërë dhe një emision për këtë, por doja t'ju nënvizoja që përveç zërave dhe tingujve, ata kanë komunikuar edhe me telepati, edhe kinezët. Bire, në bazë të disa të dhënave, si shtuhet tani nga Korea, sepse koreanët e kanë keq me kinezët, dhe koreanët thonë që kanë njëri nga misionet që ata kanë patur pikërisht këtë që ata kishin lexuar shumë, sepse dinin edhe për rusët dhe për amerikanët që kur kishin shkuar në orbit, dëgjoni këto zëra ose kishte fenomenet të çuditshme. Dhe kishin dëgjuar edhe për telepatin, pra jashtë orbite që mund të komunikohet me telepati. Dhe këta, duke qenë të ndarë nga një dhomëz në tjetrën, e blinduar dhomëza, pra 2 dhomëza të blinduara jashtë orbite, këta komunikuan me njëri tjetri dhe thuhet që ky është një top secret, e mbajnë sepse kanë bërë disa teste, sipas jasave, që nuk kuptohet se përse i mbajnë sekret. Megjithatë, doja t'ju thoshe juve. Duket sikur është thjesht një hipotezë tani, duket sikur ne jetojmë në një vazo, në një kavanos, dhe ne nuk mund të dalim, sepse pikë së pari janë shqisat tona që nuk mund të dalin nga një kavanos. Sepse aty është jeta. Kjo është jeta. Jeta është brenda këtij kavanosi, që është planeti Tokë. Dhe çdo gjë është aty. Pra, vibrimi, perceptimi, zemra, rakja, fjalët, të gjitha. Pra, kjo quhet jetë. Dhe unë besoj që duke u shkuar tek kësaj orbite, duke dalë jashtë, nuk i përket më asaj pjese. Dhe aty jashtë mund të ndodhi, po ndodhin fenomene të çuditshme. Ndodhin të shumta. Tani, se çfarë ndodh, unë nuk e di, por deri këtu më bën të mendoj që ne jemi predispozuar, pra trupi ynë, truri ynë, energjia jonë, shpirti, apo thuaj si duash, është i predispozuar që të rri brenda kësaj sfere, ose brenda tokës, që ka një atmosferë sipër. Dhe kjo atmosferë bën që ne të komunikojmë mes njëri tjetrit, ndërsa kur shkojmë tej atmosferës, atëre bëhet njësh me universin, sepse nuk ka limit. Ky është mendimi im. Edhe duke mos patur limit, të gjithë njerëzit, në qoftë se do të gjenden, jo do të ekzistojnë, jashtë planetit, pra jashtë atmosferës, unë jam i bindur që ata mund të komunikojnë me njëri tjetrit me anë telepatisë. Pse? Nuk e di, sepse nuk e di. E them të thjeshtëzuar, kështu që sepse ajo është shtëpiza, ai është vendi, habitati është toka. Kjo tokë është përshtatur për këto kafsh, ose më mirë fali njerëz, dhe duhet jetojnë aty brenda. Tani, kur dalin jashtë orbite, normal që gjëja e parë që mund të komunikojnë me telepati, por mund të kenë edhe ato halucinacionet.
sepse është mendja që nuk arrin dot që të jetoj ose të ndjetoj jashtë orbite. Dhe tjetra është që ndoshta, jo ndoshta, por jemi të programuar që të jetojmë këtë jetë kështu siç është, kështu që të dalësh jashtë orbite dhe të mendosh që të shkosh në Hënë apo në Mars apo këta diun, janë vetëm pallavra për mendimin tim, sepse është e pamundur. Është e pamundur jo vetëm për distancën, por është e pamundur për të jetuar atje. Pikërisht pra, sepse jemi të predispozuar të jetojmë në planetin tokë. Ky është mendimi im. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Ja u thash sepse më ka mbetur në kujtesë kjo që thuhet që shumë astronaut të rus, amerikan, kinez etj. Kanë hasur në këto anomali ose në këto mistere të pa kuptueshme, ndaj dhe nuk i thonë sepse është e pa kuptueshme. Megjithatë unë ju ftoj që të dëgjoni të ndiqni disa intervista të Kirill Butusov, të këtij shkencëtarit biologut Kirill Butusov, kështu quhet, rus, që po ta dëgjoni, kam parë të gjitha intervistat e ato që ka bërë për AI dhe më ka bërë shumë përshtypje, shumë nga këto gjëra nuk besoj që ai thot budallë që pse duhet i thot. Në fakt tani është rreth 80 sa vjeç dhe nuk besoj që thot budallë, përse do t'i thot njerë, për çfarë arsye. Megjithatë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshi mirë me të këndshme.